në rrugicat e Tiranës, ku shiten produkte që vinë nga fshati, produktet freskëta, për diskutuar me vështirësitë që kanë fermerët shqiptarë për të sjellë produkte në tryezat e juaja. Çmimet e larta që vinë nga taksat e larta, që vjen nga karburanti i lartë dhe që e bëjnë të pamundur për këta fermerë, për këto njerëz punës që të mbijetojnë. Për ekonominë, po ti më thua mua këtu, sa njerëz të hynë ditë, çfarë shpenzojnë? Para më tepër se gjysma. Më shumë se gjysma. Hapja shumë dyqaneve të tjera, s'pa kontrolluar nga mini bashkia, se duhet të ketë një farë distancë. Unë kam 15 ditë që paguaj taksa, ai tjetri vjen as 6 muaj as vit vetëm kur e hap. Tu do një kontroll, do një shpërndarje të planifikuar të barabartë, mos falimentojnë biznesin. Po jo vetëm kjo, këtu duhet së pari herë taksat për biznesin e vogël, së dyti taksat lokale, se këto thonë kemi heq taksën e biznesit vogël, ndërkohë që është 10 fishu taksa lokale. Dhe së treti, po të kenë njerëzit para, konsumojnë, blejnë. Sonja Jorida, ti je ekonomiste dhe ke mbaruar Durham duket. Kjo është I di këtë gjitha. Di shumë mirë dhe çuri ma ka thënë, ma ka futur në besë se kam qenë Durham, nuk i ke mbaruar diplomën. E vërtet. Dhe si do thotë ekonomi mund ta dish më mirë se sa shumë të tjerë, por që ta provosh është diçka tjetër, se do hedhësh lekun dhe ku nuk e merr, falimentin e ke mbrapa derës. Biznes familjar është ky. Familjar është emër tim se ndjen një pension, unë pensionist jam. Një pension nxjerr me biznesin. Ato që përfitojnë nga shteti deri tani janë implementuar, janë zbatuar, ato që më takojnë mua si pensionist. Nuk ka rënë një qafë, taksat i kemi gati të eliminuar në një farë mënyrë. E paguajnë ato që janë për paguar. Por shikoj kanë punë shumë. Është konsumi. Konsumi bie se nuk kanë njerëz para të shpenzojnë, se po të ketë sigurisht ushqime do vi do blej ai të para. Shiko, shqiptarët mund të jenë të gjithave, po nuk ka shqiptar që është budalla ta ketë lekun xheve mos ta prishi. E vërtet është. Të shkoft mbar. Tani ta tregoj ti mja këtë? Unë jam e treta. Je simpatik do i. Unë jam e treta nga fundi se është me alfabet. Votohem drejt për drejt. Si thonë lufshnjarësit xelofato? Gjithë mirat. Si duken punët? Si jeni? Si kalua? Mirë. Gjithë mirat, mirupafshim. Faleminderit. Bixhi keni gjë nga akoma? Po mi gjunin. Vazhdon akoma? Ha? Po me gjujse kom. Si kalove Jorida nga Partia Demokratike Jorida Tabaku? Shumë mirë. Si shkojnë punët nga? Këtu 20 vjet për këtë punë nuk po fitojmë gjë. Nga vjeni merr këtë produktet? Nga fshati. Nga cili fshat? I këtë gjitha të freskëta? Po gjithë. Shumë mirë, të lumshin durët. A ka hec në i qek? S'ke parasysh e dira, më si do hec? Ku do hec? Kuptoj. Tashi unë shpresoj që të ndryshoj se fokusin kryesor e kemi te ekonomia. Që të kenë mundësi njerëzit të shpenzojnë, se po të kenë mundësi të shpenzojnë, ato të shpenzojnë. Kuptoj, mos harxho po me mua. Kam nevojë për mbështetjen tate personalisht. Unë jam i mbështetur me familje, me gjithë çka të kej. Gjithë të mirat, mirupafshim. Anita. Kum luftu vite për këtë punë. Hajt faleminderit. Gjithë të mirat, mirupafshim. Kjo është E di unë kush është ky. Si kalove? A je lodh? Vazhdo me zonjën, na falni. Jorida Tabaku nga Partia Demokratike, si jeni? Çfarë po blen? Brokoli. Sa i keni kilogrami? 500 do t'japë birë. Rafsh. Jeni e mrekullueshme. Shumë faleminderit. Unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj se jam të ndihmu tash këtu. Po me gjithë shpirtin edhe zemrën japim juve që na ndihmoni. Kësaj radhe jam votohem personalisht dhe kam nevojë për mbështetjen e kujdo. Jam në listë të hapur. Do t'japi vajza një flet palosje. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vetëm punoni shumë se e vërtetë është. Tash unë fokus kryesor kam ekonominë. A ju është e para? Ju e shikoni vetë se si janë rritë çmimet, se ky zotria këtu, po të ketë mundësi e shet këtë edhe 500 lek më pak, po sa vjen domatja këtu, sa pagun çmimin e karburantit, sa pagun taksën fermeri, sa i pagun gjitha, ky fitimi rrezik e ka as 10 lek të vjetra për kile. Po e di. Vallai fukare ke zoti jonë. Kemi fëmijë jashtë dhe shkojmë të shohim. Ku jetoj? Vajza në Angli, në Manchester, kurse djali në Itali, në Sardegna. Ti keni me jetë. Rrofsh dhe
kur shkojnë të bëjnë spesat, është gati si këtu në Shqipëri. Po. Po s'ka ç'a të bëj, domethënë Urdhrat I kemi më të ulta se e di. Sot ti shpenzon gjysmën e pensionit që mund ta marrësh e gjitha për ushqim. As për ushqim nuk del. As për ushqim nuk del. E vërtet. Do ndihmojnë fëmijët. Dy pensionista jetoni me fëmijët. Me fëmijët I kemi jashtë, në ata na investoj. Po mos po dërgoj vajza se të mos. Ka mundësi më shumë. Pensioni për mua është kryesori, rritja pensionit. Dhe pastaj çlirimi që tulen dhe çmimet, pse nuk do ky të shesi më shumë. Po patjetër. E blem shtrenjtë, dhe shtrenjtë. Problemi është me heq gomonin nga pushteti, aty për të votat. Gjithë të mirat. Mirupafshim, respekte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Dënoj. Si jeni? Si kalut? Mirë. Thjesht po kalojmë ke ky tregu vogël fshatar këtu për të biseduar me qytetarët. Unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Kësaj radhe unë votohem drejt për drejt. Po, kësaj radhe e kërkoj votën dhe për veten. Votohem drejt për drejt. Gjithë të mira. Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Mirupafshim. Si e pat bezdis, si kalove? Mirë? Thjesht prezantohem Jorida Tabaku nga Partia Demokratike. Si jeni? Ndjes? Respekte pa fund. Faleminderit shumë. Si po shkon? Maja ty. Po, që për më që të shkoj më po. Jorida. Ty se vlerësoj shumë. Kalamoj kanë qenë kështu me fund, me djesë, me gjak e kanë to. Pavarësisht se s'kemi konfidencë, zënë. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që të më votoni juve, se kësaj radhe du të dal vet. Që të keqe kam i notë. Du të dal vet. Se ja. Shumë faleminderit. Darë që të mirësësia ishë. E vlerësoj shumë. Me qa merreni? Respekt. Po pun, kome vigjën duke po dante. Hecën në qik? Apo? Pari I fëmijëve. A kam parasysh, po. Mirë, Ke bëreke. mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Si duken punët? To janë djemë të jashtë zakon. E di. Sigur të mirë, ta janë të veçantë. Kam qenë dhe herë tjetër kemi kalu këtu, e dim ka thonë Bigji që punojnë që kalamaj. 24 orë punoj një këto dy. Qa ore nisë në Kaq gjesë? kanë qenë me babën e Në orën vetë. 4. Qa ore mbyll? Derisa mbyllet. Po ku I merr? Tolerante, janë teshë, si një. E sot nisi të shit. Ku I merr produktet? Ketego. Ketregu atje në Kashar, po. Me zi kanë boj makinë Që I transporto vet. Tash ti e sheh vet se si ka rënë blerjet. Ti e sheh vet. E ke provu vet. Unë mendoj që po të heqësh taksën të vëshën e bujqësisë, po t'i ndihmosh njerëzit ke karburanti, çmimet ulen vet. Se dhe ty t'intereso të shesësh. S'ti intereson që mos shesësh. Shumë faleminderit. Shumë suksese dhe Faleminderit. Shpresoj në mbështetjen tuaj. edhe ne shpresojmë për ju. Shtrihe votën jo vetëm ke ti. Ke familja. Gjithë të mirat. Respekte. E di qa problemesh ka, unë bëj pazar vetë. Tashi, kur mua më rëndon që I kemi rrogat e mira, imagjinoj pensionisti. Po të ketë mundësi, ai që të shet ty mollën e portokallin e lule shtrydhen, e ul çmimin, po taksa bujqësi është e lartë, karburanti është I lartë, sa vje produkti deri ke ty, ka shku çmimi 5 herë më I lartë. Kështu që kjo është çështje që unë do të vazhdoj të ta ndjek. Shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Bajmanën e Bigjit për radhë. Gjithë të mirat, mirupafshim. Mirupafshim. Ku jeti Duke më sulmu. Pa pik lidhje. Si jeni? T'ju bezdis? Jorida Tabaku, jam nga Partia Demokratike. Kap në qapë. Ashtu vjen e përndekur. A je lodh në I qik? Si plakat. Qa po bë? Po bë pazaret? Po I pazarin, po mos u prit më gjatë. Kaq. Jam ashtu si te e ti dhe... Respekte demokratike. Duke taku bizneset e vogla fruta perime, si jeni? Si ka lutë, mirë? Thjesht për të kërku mbështetje për 11 majin. Unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Ju këtu votoni? Po. Faleminderit. Unë votohem drejt për drejt kësaj radhe dhe shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Është biznesi familjes? T'ju shkof mbar. Gjithë të mira dhe mirupafshim. Kujdes.
Si kalove janë Jorita Tabaku me Partia Demokratike? Lodhe një qik? Pa të bezdis. Mirë, me pak ngarkes, po mirë. Juve puna? Si duket? Valla gjithë ditën rrinë. Gjithë ditën po çatëm. Qa ore del mëgjes? Si kalove? Mirë? Juve? Ndjesë, si ju ashtu pengova. Thjesht për të bisedu me këtë djali. Si kalove? Faleminderit. Shumë faleminderit. Ashtu është, po. Shumë faleminderit. Shpresoj të kem... Kujdes. Unë jam grupë dëshmakore. Shumë të burë mund të dalë shtip, problemi është shumë jam. Për ty kam knajtë. Shumë faleminderit. Unë votohem drejt për drejt kësaj radhe. Më thuaj në Shqip. Gjithë Tirana është njësoj. Ka vetëm një listë gjithë Tirana. A, një listë? Po. Se jeni në zonë? Jo. Më qifta vërë në naktë brënda. Fute brënda? Unë e dhja se jeni në zonë, gjithë Tirana është njësoj. Po. Faleminderit, respekte. Gjithë të mira, faleminderit. Prit një sekund, të flasi qik me Zoni. Ku i merë produkt? Si jeni? Jorita Tabaku me Partia Demokratike. Si ke qenë? Mirë? Me mbështetjen tuaj, se kështu vetë. Jam duke bisedu me njerëzit për ekonominë kryesisht. Si janë çmimet, thashet në i qik, kalodhesh në i qik. Me pensionja? Si del? Shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Unë votohem drejt për drejt se radhe. Quni. Gjithë të mirat, faleminderit dhe punë të mbarë. Respekte. Faleminderit. Shumë faleminderit. E vlerësoj. Respekte, faleminderit. Qëllutu me ju përshëndet, unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Pa më rakë se jemi si familje demokrate. Po votojmë drejt për drejt se radhe. Do të japim patjetër. Faleminderit, gjithë të Jeni shumë i mirat. mirë. Shumë faleminderit. Tabaku jam nga Partia Demokratike. Si ke qenë? Mirë? Juve? Mirë, faleminderit. Po tash do më votosh ti personalisht. Do më japësh ti votën që të fitoj me votën tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë. Faleminderit. Si jeni, pa ju bezdis, jam Jorita Tabaku nga Partia Demokratike. Po shkoja ke ca biznese me qënë se që lutë këtu. Ka nevoj fare me folë se jemi... Po me qënë se unë votohem dhe drejt për drejt kësaj radhe, unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Faleminderit, respekte, gjithë të mira. Nona që ka shumë informume, atulem 2 minuta. Ke veni dur. E ke gjithë ta mom. Me qa po meresh? Bom për lef të shqipni. Shqitje të mdaja, për t'i mbajtë shënim. Ska lëvizja? Fare. Kur them, edhe javrim pa me zero. Aje është dyqani juja për me qera? Jo, dyqani është i... Po të pak të s'keni qera? Jo, s'kemi qera, po kemi tatime, kemi gjëna të. Po e di, tatimet hecin, taksat hecin. Unë besojmë keni dëgju që flasë për ekonominë gjithë kohës. Kemi ndëgjuar. Edhe unë e di që problemi, ka njerëzit nuk të vinë konsumojnë këtu se taksat janë të larta. Gjithë pasuria, aparat janë përqëndru me i grupë vogël njerëzish që zvim blejnë këty. Se është italiane, është Partisë Demokratike kjo. Edhe këto janë fotografët që na morën fotografë. Se italiana? Jo, non voto, mi dispiace. No, ho già 2 voti qua, grazie. Tim kapen këtu i gjithë. Shumë, vivi qua. Grazie, scusami, posso parlare un po'? Dhe njerëzit nuk shpenzojnë. Gjysma rrogës shkon vetëm për ushqime. Ju s'është se keni një produkt luksi, se produkte... Po. Unë shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Dhe shimi që i erdhët quna këtu, hajde meni këj karameli për ju gjëras nona. Jo është me kafe. Nona, unë kësaj radhe votojmë dhe drejt për drejt. Se jam listë hapur dhe shpresoj të kem mbështetjen tuaj. E ke këshuja, 24 karat, mos u lodh për këtë. Po, dua dhe emrin tim të ma votosh kësaj radhe.
Gëzohem. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat, punë të mbarë. Mirupafshim, gjithë mirë. Grazie. Ciao. Rita Tabaku nga Partia Demokratike, si keni qenë? Mirë? Thjesht për t'ju përshëndetur me qenë se po kaloja këtu. Shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Pa tjetër, unë jam simpatizante e jotja. Shumë faleminderit, e vlerësoj. Gjithë të Jo, mira. veçanërisht për ty. Faleminderit, punë të mbarë. Mirupafshim. Si jeni, pa ju bezdis se po kaloja këtu. Unë jam Jorita Tabaku nga Partia Demokratike. Si jeni? Lushin duar ndjesë. Me qënë se qëllova këtu, me 11 maj unë votohem drejt për drejt, shpresoj të kem mbështetjen tuaj. Gjithë të mira dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.